vetëvendosja nuk është e interesuar që të zhbllokojë situatën. Unë njerë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepër, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi dhe bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër lëvizjes vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetare apo kryetar kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë. Ne s'kemi krizë juridike, kemi krizë politike. Dhe në këtë situatë edhe përgjigja do duhet ishte politike dhe zgjidhja do duhet ishte e tillë. Por nëse një gjë e tillë mungon edhe për një periudhë caktuar, unë besoj që duhet dikush që të merret edhe me një adresim drejtim gjykatës kushtetuese, siç e ka bën këtë rast AOK me mbështetjen e deputetëve të partive të tjera për çështjen e mënyrës së votimit. Presidenti është brenda kompetencave dhe prerogativëve të saj kushtetuese që ja lejojnë gjë të tillë. Unë kam kërkuar në takimin me të javën e kaluar që në zbatim të këtyre përgjegjësive të drejtohet gjykatës me pyetje kushtetuese. Nuk e di a do ta bëjë një gjë të tillë. Unë besoj që ajo vullnetin e ka shpreh që në një moment apo në një pikë të caktuar të kësaj vazhdimësie të bllokadës ta bëjë një gjë të tillë. Nëse vinë zgjedhjet, është diçka e pashmangshme, atëherë dhe Partia Demokratike e Kosovës normalisht që e lun rolin e vet dhe do të jetë e gatshme, por edhe për zgjedhje nevojitet një marrëveshje politike. Nuk mundet me u bë një proces i ri zgjedhor pa pas një dakordim politik, sepse duhet më konstituu kuvendi në çdo rrethon. Dhe asnjë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, asnjë milimetër nuk lëviz nga qëndrimet që i kemi pas. Nuk jemi armiq na këtu. Mu më vjen keq ndoshta që partia e parë po mundohet me kriju një narracionit për çamjes dhe ndamjes. Në kuptimin njerëzor, kuptimin individual, personal, asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka rezerva apo nuk ka raporte individualisht armiqësore me askën. Ne këtu jemi me i përfaqësu qëndrimet tona politike.